は知らないお前だけれど俺の前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンShumë kohë më parë, magjistari I madh Eno Ozuno solli në jetë një angjëll mbrojtës shumë të fortë. Ai quhej Zenki. Ozuno e përdori Zenkin e plot fuqishëm për të mbrojtur botën nga krijesat e këqija. Tani, ndërsa kërcënimi nisi të rritej akoma më tepër, I paprekshmi Zenki u ringjall përsëri. Unë quhem Chucky Ozuno dhe jam një nxënëse e shkollës së mesme dhe priftëreshe re. Stërgjyshi im Eno Ozuno më la trashëgimi byzylykun mbrojtës. Ky byzylyk më dha mua fuqim për të komanduar dhe kontrolluar angjëllin mbrojtës legjendar, Zenkin, I cili ishte mbyllur në gurin e shenjtë të Ozunos për një kohë të gjatë. Por ai është plotësisht jashtë kontrollit dhe unë duhet të zbuloj një mënyrë për të kontrolluar angjëllin tim mbrojtës. Në fund të fundit, unë jam pasardhëse e brezit të 55 të familjes sime. Jam shumë vonë. Vjesht tash duke ardhur. Ky tempull ka kaluar shumë mëngjese të bukura si ky I sotmi gjatë këtyre 1000 vjetëve. Duhet të jemi mirënjohës. Zenki, eja këtu si guxon. Të betohem që nuk kam para asgjë, more vesh. Ti po më përgjoje kur po zhvishesha, duhet të vi turp. Po dëgjove? Kush do të shikoj ty, kaq e shëmtuar sa je bër sot? Kush mendon se jam unë, ë? Më thuaj se dua të di të vërtetën. Çfarë po thua kështu? Si guxon ta thuash këtë? Nuk ta fal kur. Nuk më kap dot mua. Ej, ti je se s'kam për të ta falur. O jo, do bëjmë vonë për shkollë. Do të jetë një vjesht e gjatë. Në këto 1000 vjet ky tempull nuk është shqetësuar asnjëherë siç po shqetësohet tani. Mbaroj dhe dita e sotë. Chucky, mos harro, sot mbas shkollës do të dalim të gjitha. Dakor. Ej, po prisni dhe mua. Dikush po shikon nga dritarja? Si ka mundësi se të ndodhi? Wow, kush ishte ai? Të shoh dhe unë. Po ti e pe ata? Chucky, po ti e pe kush ishte? Jo, unë nuk pash asnjëri. Njerëz të çuditshëm në shtëpi dhe këtu, si është puna kështu? Goditje bukur! Jepi, bravo, kape topin! Jepi! Patelon! Ajo shumë shumë shumë. Jepi forca!
Luan shumë mirë, vazhdo ashtu, po. Ako, ti je shumë e pakujdesshme. Kjo s'është e vërtet. T'kemi. Ma lini mua në dorë, unë vëbas për byzylykun mbrojtës se kam për ta kapur atë. Keni për ta parë. Ju siguroj do ta gjej atë. Shiko, ajo e bëri përsëri. A mund të na hidhni topin? Dakord. Mendova se duhet të ishte diku këtu. Oh, ja ku qën ka. Përgjues i keq. Oh, prit! Ta tregoj unë qefin ty i pa edukat. Një i pa edukat? Kaloj andej. Bëjmë mirë që ne të dyja të shkojmë nga ana tjetër e palestrës. Çaki! Çaki, ku je? Çaki! Zdo të lët jam batësh. Hej ti! Hej ti! Më dëgjon? Hej ti, zotri, po më dëgjon mua apo jo? Pa prit një minut? Hej, keni parë ndonjë njeri të vrapon tek te rotull? Hej, po prit një minut, prit! Ej, Çaki, mendoj se i gjetëm atë burrin që po përgjonte. Çfarë? E gjetët? Çaki! Ai është Koneko, mësuesi biologjisë. Çfarë është kjo? Nuk mund ta besoj këtë. Nuk mund t'i zëmbes askujt. Çfarë mund të bëjmë me fotot në aparat? Le t'i marrim. Jo, le t'i fshijmë ato. Jo, në asnjë mënyrë, ato do i përdorim si prova. Ne duhet t'i lajmë fotot. Jo, s'duhet. Mirdita. Profesor Koneko këtu është? A është këtu profesor Koneko? Po. Çaji pas ditës është një gjë mrekullueshme, zoti Zenki. Edhe s'ka gjë më të mirë se sa ta pish në sallën kryesore, në dyshemën e drunjt, edhe të freskët. Kjo është për mua? Por përse? Duhet të them kush je ti? Zoti Koneko, ju i nënvlerësoni shumë aftësitë tuaja. Do kisha dëshirë që dikush ta përdorte këtë aparat ashtu siç dini ta përdorni vetëm ju. Une e kam ndërruar që dikush ka që bukur sa ty të thoshte një gjë të tillë për mua. Lëre fare. Zoti Koneko, si jeni kaq i lëkundur? Me këtë aparat, ëndrat e tua do të bëhen realitet. Të lutem, merre këtë aparat, është i yti. Çfarë ke kështu, zoti Zenki? Unë do të bëj fotografi. Më shumë fotografi me këtë aparat. Unë duhet të bëj fotografi me këtë aparat. Sa bukur, sa më pëlqen të luaj. Që të filloj loja. Jam e sigurt që do ta mund.
Vajza, si mendoni sikur të bëjmë disa fotografia dhe të bëjmë pastaj qef? Më ndihmë pak me këtë. Ku jam kështu? Çfarë aparati mrekullueshëm! Ju jeni të mia tani, do të rrim së bashku për gjithmonë. E pra njerës, koshi plerave është vendi ku duhet të rrini? Por dua më shumë vajza. Është këtu. E ndjej erën e farës së ligësisë, po më bën të uritur. Vërtet shumë të uritur. Ako, nxito pra, Çaki është duke na pritur. Më falni, erdha. Të telefonoj gjë për seria ideale apo jo? Si është puna? Hej, Sayaka, Çfarë? a nuk është pak se e çuditshme? Çfarë? Çfarë është e çuditshme? Të gjithë duhet të jenë në shkollë tani, por këtu është një qetësi e madhe. Pyes veten se çfarë po ndodh këtu. Ke të drejtë. Është e çuditshme. Sayaka, Kam shumë frikë. Shiko, pas ka shumë vajza. Pas kanë mbetur edhe disa bukuroshe këtu. hey, kush je ti? Ako, Sayaka, ku kanë shkuar? Oh, po kjo ulërim nga erdhi kështu. Ako, Sayaka? Ako, Sayaka! Ako, Sayaka! Ako! Jam unë, Çaki! Çaki! Pra tani qetëso! Më trego se çfarë i ka ndodhur Sayakës. Oh, Pa shiko. Pas ka akoma bukuroshe. Profesor Koneko? Nuk më ngjan shumë si Profesor Koneko. Bravo, Çaki! Shiko, të gjithë shoqet e tua janë nën kontrollin tim. Çfarë po ndodh kështu? Tani e ke radhën ti. Ku janë? Jo, mos! Ku jam këtu? Oh, jo! Gjitha do klasa u futa në zyrën e profesorit. Na ndihmo, të lutem! Të lutem, Çaki, na ndihmo, na nxjerr që këtu. Ku jeni këtu, Mazafri? Çaki, na nxjerr që këtu, të lutem. Mazafri, që të lutem, Çaki, na ndihmo, na nxjerr që këtu. Duhet të dalë, të lutem, të shpëtoj. Çaki! A nuk duket të mrekullueshme? Ato janë të gjitha të mijat. Dhe ti do të bësh e imja poshtë.
Ti do të bësh pjesë e koleksionit tim. Largo prej meje. Unë do të bëj një fotografi tepër të bukur. Pse nuk mund të bëj timen si të tjerat? Çfarë po i ndodh filmit? Do të mbaroj punë për 1 minutë. Ky burr është i pushtuar nga e keqja. Mos ndoshta nga para e ligësisë. Zenki, më ndihmo! Zenki! Çfarë bën kështu për binë që është para teje? Mbyll e gojen, mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Po ky palaço i vogël nga na erdhi këtu? Ai që nga pushtuar nga fara e ligësisë. Largohu që këtej! Largohu ti! Dhe tani erdhi koha jote për të shprehur një dëshirë fare ligësisë. Hajto je kalla Max Clearjedi jutik laba, hamambambam disiredi stria i thuar o sdheja për hua. Duhet të largohemi që këtej shpejt! Unë kam për të ngrënë ty të gjallë! Zenki! Ndim! Zenki! Dakor, qetëso dhe ringjallë Zenkin. Tani zgjoj angjëllin mbrojtës, do t'i çliroj fjalët magjike. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të mbinatyrshme, ringjallë Zenkin! Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të mbinatyrshme, ringjallu Zenki! Kush guxon të kaloj rrugën madhështore të gjarë pric? Mbrojtësi Zenki u ringjall. Nuk kam për të lënë të lirë me ato që bëre më parë. Tani unë do të tregoj ty fuqinë time të vërtet. Mallkuar qofsh! Anjo! Lëm të mirë! Ti mendon se kjo është e mjaftueshme për të më shkatruar mua? Ti, çfarë ke për krautin të djaft? Kam për të ngrënë të gjithin! Ashtu, tani unë do të jap mundësinë ty të provosh shihen e bririt të art! Forca! E shishme.
do të thotë që ky makt më në fund mbaroi për të gjithë ne? Por, unë duhet ta ruaj Zengin si figurë, të paktën për tani. Sa i natë! Të lutem Chucky, mos më bëj këtë, më kthe ashtu si qisha!優しい笑顔見ていたら